qarta, më shumë kisha përshtypjen që këtë reflektimin që po e bën për një koalicion të mundshëm, më shumë është nga frika për të shkuar në zgjedhje përsëri, pra nuk ka guxim kryeministri Kurti ose lideri lëvizjes vetëvendosje për të shkuar në zgjedhje dhe kam përshtypje që dita ditës për të ikur procesit zgjedhor, mbase do të jap edhe postin e kryeministrit si qëllim për të pasur një parti mbrana vetit dhe për të ja dhënë partisë të tij pra edhe një mandat për të qenë pjesë e qeverisë. Ai realisht e tregoi një realitet, për shkak që nuk është problemi vetëm me partitë të tjera, por duhet pasur parasysh që lëvizja vetëvendosje me partinë Guxo dhe Alternativën ka pasur koalicion parazgjedhor dhe ende nuk i ka ndarë pozicionet, pra një lëvizje vetëvendosje neto e kemi me 40 deputet ose me 35% të votave të përgjithshme. Pra mos harrojmë se janë dy parti tjera që kanë, nëse s'gaboj, 8 deputet, dhe ata 8 deputet sigurisht në kohën kur të fillojnë negociata do të kenë edhe kërkesa tjera. Prandaj është e vështirë pra të negociohet ose të llogariten vetëm 3-4 deputet të caktuar që mund të fitojë, pra në këtë rast Duda Bajlen dhe nga partia Fatmir Limajt 3 deputet, cilët kanë kërkesa të mëdha. Por që e ka zoti Kurti një strategji, dhe strategjia e tij është që të arrijë të depërtoj për të marrur votat kryeparlamentarja në këtë rast Alulena, dhe një farë mënyrë të qetë para aktit kryer partinë e zotit Limaj, që pastaj kanë përshtypjen që zoti Limaj do të pranojë gjithçka, po ashtu vetëm mos shkoj vendin e zgjedhjes sepse vështirë për të fituar përsëri 3 deputet. Pra ka shumë manevrime në këtë proces, por mas pakti ka një manevrim të qartë strategjik i cili është i planifikuar. Pra ndërtohen agjenda aty për aty, si qëllim që për të ndërtuar një hipotezë dhe nëse rreth hipotezë vazhdohet diçka tutje. Pra nuk ka një kërkesë të qartë, të sinqert karshi partive të mëdha që do të mund të siguronin shumicën e mjaftueshme, por më shumë ka alternativa dhe kalkulime